Në juglindje të Shqipërisë, në zemër të krajinës së Devollit, shtrihet Vërniku, një fshat i vogël për nga numri i banorëve, por i madh për nga pesha historike. Një vend ku çdo shtëpi, çdo mur e çdo shteg mbar gjurmët e shekujve. Historia e Vërnikut nis që me periudhën e pushtimit osman, kur lëvizjet e popullsisë u bën të pashmangshme. Banorët, të detyruar të zhvendosen, kërkuan siguri dhe mbijetesë, por nuk hoqën dorë nga identiteti i tyre kulturor dhe shpirtëror. Këtu u ndërtua një komunitet që rezistoi ndaj asimilimit, duke ruajtur traditat, besimin dhe mënyrën e jetesës brez pas brezi. Në adresët të themelimit të fshatit, Mazoni jep edhe disa detaje të tjera. Reprezaljen e ushtrisë turke, disa familje u nisën dhe u vendosën në një vend të sheshtë sipër fshatit, një 500 metro nga vendi ku fshati është sot. Vërniku është një nga rastet më të veçanta në Shqipëri për shkak të lidhjes së tij historike me Bullgarinë. Gjuha, rritet fetare dhe ndikimet arkitekturore flasin për një trashëgimi të ndërthurur mes kulturash, ku besimi ka luajtur një rol thelbësor në formimin e identitetit lokal. Dolën dhe na takuan burra dhe gratë veshur me kostume popullore bullgare. Na pritën dhe na gostitën nëpër shtëpitë e tyre, që edhe pse të varfër ekonomikisht, ata kishin një zemër të madhe. Dikur Vërniku ishte një qendër e gjallë komunitare. Shkolla e fshatit gumëzhinte nga zërat e fëmijëve, ndërsa jeta zhvillohej me ritmin e tokës dhe traditës. Arsimi ishte një nga shtyllat që mbante gjallë shpresën për të ardhmen, arsimi i cili zhvillohej në gjuhën bullgare deri në vitin 1912. Sot, Vërniku përballet me një tjetër sfidë, shpërnguljen dhe boshatisjen. Të rinjt janë larguar, shtëpitë kanë mbetur pa zë dhe rrugët, dikur plot jetë, janë zhytur në heshtje. Braktisja nuk është vetëm fizike, por edhe emocionale, një plagë e hapur në kujtesën kolektive. Nuk ka investuar asnjëherë këtu shteti, na ka lënë mbas dore. Kishte shkollë, edhe u detyruan njerëzit që kishin fëmijët në shkollë, ikën obilisht, unë në Greqi, unë vendet të tjera që t'i shkollonin njerëz, ato fëmijët. Vërniku nuk është thjesht një fshat, është një faqe e historisë sonë, një dëshmi e qëndresës dhe identitetit që sfidon harresën, një vend që ende ka histori për të treguar nëse ne dim ta dëgjojmë.